Qytetarë nga vendet të ndryshme të botës po raportojnë për një fenomen të pazakontë në qiell. Bëhet fjalë për të ashtu quajturat spirale SpaceX, që quhet një fenomen i pazakontë në qiell, i cili duket si një formë spirale ndriçuese dhe është krijuar si rezultat i lëshimit të raketave nga kompania SpaceX më së shpeshti Falcon 9. Ky fenomen nuk lidhet me alienet apo ngjarje mbi natyrshme, por ka një shpjegim shkencor që lidhet me fizikën e shtytjes së raketave dhe atmosferën. Kur raketa Falcon 9 lëshon karburant të tepërt në atmosferën e sipërme, pas përfundimit të misionit, ai karburant ngrinë kristale të vogla akulli për shkak të temperaturave të ulta në atlarësi. Nëse në atë moment ai ndriçohet nga dielli dhe vëzhguesit në tokë janë në errësirë, këto kristale reflektojnë dritën dhe krijojnë një rreth të dukshme që shpesh merr një formë spirale për shkak të rrotullimit të raketës gjatë shkarkimit të karburantit. Ky efekt mund të jetë veçanërisht i mrekullueshëm nëse shfaqet gjatë një shfaqje të aurorës, pasi spirala qëndron në sfondin e brezave shumë ngjyrëshe të dritës.